Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, nën kryetari i këtij subjekti Ardian Gjini, deputetët Lahi Ibrahimaj e Teuta Haxhiu vizituan familjet e dëshmorëve Vesir Ademaj dhe Hysen Arifi, si dhe familjen e martirizuar Pajaziti në Dobrosh të Gjakovës, duke biseduar dhe falenderuar për kontributin e paçmuar që dhanë dëshmorët dhe martirët nga kjo anë. Haradinaj ju lut nënave të rënëve që të mbahen dhe të jenë të forta, sepse ata ranë për një ideal të madh. Veni, ja du të me mëri ku e ka veni mu po shtet, kush është për këtë rrugë mirë se vjen, kush është këllqevot. Po nase rritim zonin, nase kërkojmë që së kry Kosovë, nase na ju ka dojmë që s'mu i rrim 10 vjetë, 17 vjetë e më për natën e ontës. E nase ju ka dojmë që Kosova nuk dërën që asane jashtë nej. Ja të një ojnë edhe 5, ja. Edhe Serbia, e kryet ka punë, bojmë mushtrijet, bojmë një si krejt, ja po i grojmë në dika. Se shkojnë që të një jetën. Po me që shi kem fatkesish për para, jem të hekes për shtyne, une ju bëjnë i thire, leni partitë të nëse keni, hadeli mëna të rëzojmë ta. Me që ta, a kemi misi, a kemi njëfësia, jem konë partitë tyne, jemi ka shkojmë në mnerë si me. Se jem ka shkojmë të i në harru kredyje, se egzistojmë në gjenë, kërkujmo, 5 qes, në ka njoftë të bëjes, kuj për i tekët për i shti duhet e na. Serbia vod edhe në du të me pas dhe qka me na jush, edhe mali zi ka rani me liptohët Kosovës. Ne do i nderojmë dhe do të përulemi për jetë, do të respektojmë kujtimin e tyre. Kështu do t'i mbajmë të gjallë ndër breza, u tha me këtë rast. Respekt, jem shaj kujdesi, nderimi, familjes ju.